Përshëndetje, goca, jemi kthyer përsëri pas mungesës super gjatë. Tanë ti lexojmë edhe një herë letra, të shikojmë tarot. Ky leximi sot nuk është një lexim me kohë, domethënë ne nuk mund të themi që ok, sot po shikojmë letrat për javën e ardhshme apo për muajin e ardhshëm. Do e bëjmë kështu. Ky është një lexim që i përket nga momenti që ju e shikoni deri në 3 muaj, çfarë do ndodhi në 3 muajt e ardhshme. Unë gjithmonë vendos 2 grupe. Grupi i parë janë këtu dhe grupi i dytë janë këto letrat këtu. Zgjidhni ato që t'ju thoj instikti, zemra si fillim dhe dëgjojeni. Si gjithmonë, unë do t'ju jap disa variante, sepse jo të gjithë jemi në të njëjtën situatë. Ky është një lexim kolektiv, nuk është një lexim personal që unë mund të pyes se cili është interesi juaj më i madh. Unë do t'ju jap disa variante dhe ju do ta shikoni se nëse e gjeni veten. Nëse nuk e gjeni veten që në fillim tek leximi, atëherë lëreni mos e shikoni se nuk është për ju kjo video, për shembull. Okej, sjellni midis varianteve të parë dhe të dytë dhe unë po filloj me variantin e parë. Le të ishim tutje. Çfarë do sjelli për variantin e parë 3 muajt e ardhshëm nga momenti që juve po e shikoni videon, çfarë do vi. Dyshi pastanave. Colorsi kupa. Oh, mirë. Mirë. Jo keq. Këtu kemi një situatë pritje, se gjithmonë do fillon nga momenti se si energjia, le ta themi, që ju përçoni për momentin, apo se si ndiheni momentalisht, dhe momentalisht ju ndiheni kështu. Ky dyshi i bastonave, dyshi i shkopimeve, që ju jeni duke parë nga mbrapa pas të kaluarën tuaj, me kokën pas në këtë sens, duke pritur. Kjo ka edhe kuptimin edhe një vendim, gjithmonë dyshi, le ta themi kështu, dyshi është gjithmonë një dyzim, ose qofti shpatave, qofti shkopimeve, është dyzim. Do të thotë ju jeni në një moment të jetës tuaj, në momentin aktual jeni midis 2 zgjidhjeve, ose të ecni përpara apo të vazhdoni të jetoni me kokën mbrapa, ose mund të jetë në një mënyrë të tillë që do me thënë jeni e dyzuar, keni diçka që doni ta filloni diçka nga e para në këtë sens, por jeni akoma me mendjen mbrapa. Kjo letra ka kuptimin edhe në pritje. Ju jeni në pritje të diçkaje, ose keni bërë një intervistë se tani filloi ndaljen. Nëse jeni duke kërkuar një punë, për shembull, keni bërë një intervistë diku dhe nuk keni marrë akoma një përgjigje, që po zvarritet shumë dhe ju jeni dyshime, të vë ta mbaj kokën pas, apo të pres diçka nga kjo, apo të vazhdoj të kërkoj diçka tjetër përpara. Megjithatë, kjo letra ka edhe një kuptim tjetër. Ka edhe kuptimin, po ta shikoni nga afër. Te këmbët është një glob edhe një mjet për udhëtimi, autobus, diçka e tillë. Që kjo letër ka edhe kuptimin e një udhëtimi. Mund të bëhet fjalë për dikë, cili po pret një punë jashtë shtetit, po pret një mesazh nga jashtë shtetit, ose mund të bëhet fjalë edhe për dikë nga ju që ka të dashurin, bashortin, pjesë gjysmën tjetër e ka jashtë shtetit dhe është në pritje që të bëj udhëtimin drejt këtij personit. Këtë thot kjo letra. Këtu kemi fantin e kupave, fanti i kupave. Më shkon mirë me këtë në fakt. Sempre Teresa. E dim se po mendohem. Po mendohem se këto letrat të dyja me njëra tjetrën përputhen shumë bukur, do thonë ju pse. Këtu është një person që është në një mëdyshje, tani po flas vetëm për çështje dashurie sentimentale, meqense më dolën kupat, dhe kupat janë ndjenjat,
dëshirat tona të brendshme, ato që ne nuk i themi dot me zot lart. Pse? Tani, këtu mund të bëhet fjalë që ky personi, kjo nostalgjia, kjo që ju thash ju, nostalgjia, ju që qëndroni me kokën mbrapa dhe që mendoni të iki përpara apo jo, mund të bëhet fjalë që ju keni gjetur një dashuri të re, një lidhje të re, ose një person që shikoni që tek ky keni një interes, e ky personi është një njeri që flirton me ju, që sillet mirë, që ju thot fraza romantike, nuk di si të them, dhe ndërkohë ju jeni akoma me mendjen që ti jap një shans atij iqshitun apo ta shkëpus. Do të thot, ta shkëpus komplet vete nga ai personi tjetër dhe të bëj një rrugë drejt këtij këtu që po më jep këto mundësi, apo si ky personi këtu, se nuk e dia, ju kam thënë që Fanti është më i vogli nga personazhet e letrave të tarot. Prandaj unë e interpretoj këtë gjithmonë edhe sikur nëse ndonjëra nga ju ka fëmijë për shembull të një farë moshe, këtu mund të bëhet fjalë edhe për një çështje një nën, se edhe këtu kjo është figura e nënës, mund të bëhet fjalë edhe për një nën e cila është duke menduar që të zgjidhë një situatë e një shkolle të një fëmije, se kjo është edhe, kjo letra ka kuptimin edhe një fëmije që shkon në shkollë studimet, mund të bëhet fjalë edhe për një nën që shqetësohet për studimin e fëmijëve, për shkollën, për mbarvajtjen. Pse? Se edhe kjo letra tjetër këtu është mbretëresha e monedave, dhe kjo është tamam figura më mësore, është, jo, kam thënë dhe herë të tjera, kjo është nëna që shkon në punë, që sjell të ardhurat, që shkon në punë, edhe nëse është në shtëpi, është ajo që i vendos gjërat, si ta themi, se monedat janë toka, janë pjelloria, janë çdo gjë që vjen nga barku në këtë kuptim. Tashti, unë këtu do kisha dy variante. Varianti i parë mund të bëhet fjalë që këtu bëhet fjalë për një zonjë të një farë moshe që ka fëmijë, që është në një lidhje tjetër, sepse kjo është një mbretëreshe, ka një lidhje stabil, dhe këtu bëhet fjalë për një djalë më të ri në moshë se ajo, një që duket që ai është shumë i dhën pas këtij personi, se po ta shikoni, ky djali, të dy këta figurat janë të drejtuar drejt njëri tjetrit, po ky djali ka kupa, do të thotë që ky personazhi mashkullor, ky personi nëse jeni ju femër, ky personi që po mendoni ka më shumë ndjenja, ka më shumë mendime në drejtimin tuaj, kurse ju se nuk jeni interesuar, po sigurisht që në rast të parë ju jeni figura më mësore në këtë sens, ose do thoja që se ky është varianti i parë. Varianti tjetër që vendoju mund të jetë edhe duke qenë se këtu kemi monedat, kjo është një person, do me thënë mbretëresha e monedave, është një person që ka një stabilitet në punë, por që momentalisht ka një mundësi tjetër, do me thënë është një njeri që ka një familje, ka një punë, momentalisht i shfaqur një mundësi e re, qoftë edhe në punë, ka një opsion, dhe këtu është e dyzuar që të heqi dorë nga siguria e saj për të filluar këtë gjë nga e para, apo të qëndroj kështu siç është, se nuk bën gabim. Te prerja mua më ka dalë bota, që kjo vete nga vete, ky leximi, ky varianti do ta kthej këtu ka një rrugë, po nëse mund të jetë edhe pushimet që bëhen jashtë shtetit, se jemi edhe në prag pushimesh. Se bota ka kuptimin e një rrethi që mbyllet, një cikël që u mbyll, do me thënë unë këtu s'kam çat nxjerr më tjetër, dalim edhe te kjo figura këtu. Unë nga kjo punë, nga kjo lidhje nuk kam çat nxjerr më, dhe unë vazhdoj jetën, do me thënë dua të bëj diçka tjetër, dhe kjo diçkaja tjetër, kjo bota është, në fakt bota është arkani i fundit, do të thotë nga arkanat e mëdha është i fundit fare, mbyll ciklin e arkanave, kaq ishte, kjo është pika më e lartë, nuk ke ku të shkosh më, tash duhet të fillosh nga e para diçka tjetër, u mbyll ky cikël. Nga kjo punë ti nuk arrin dot më tepër, nga kjo lidhje ti ke dhënë të gjitha, nuk merr dot më shumë, dhe ky cikël mbyllet. Por çfarë është më e bukur e botës, nuk është letër e keqe, është shumë pozitive madje. Kjo më e bukur e kësaj është që edhe kjo, po si kjo këtu, ka kuptimin e udhëtimeve jashtë shtetit. Madje bota, kjo letra këtu ka kuptimin e udhëtimeve e shpërnguljeve diku tjetër, e shpërnguljeve jashtë vendit. Tu mund të bëhet fjalë për një
çështje pune ose për një çështje rrugën këti, ose një rrugë që ju jep një mundësi jashtë shtetit për të filluar një punë diku jashtë shtetit, ose dikush nga ju bashkohet me dikush nga ju shqetësohet për udhëtimin për të dërguar fëmijën jashtë shtetit ose në çështjet e shkollës, diçka e tjetër, një shkollim. Do me thënë këtu kështu mbyllet një cikël dhe mbyllet një cikël jo për keq, këtu mbyllet një cikël se mua letra tjetër që del është dielli. Mbyllet një cikël mundimesh, pritjesh, një lodhje sërzgjatur dhe mbyllet me një letër pozitive që është dielli, që më bukur se dielli s'ka ku të vej, që vetëm rezaton dhe dielli është edhe ti jesh i lumtur si fëmijë në këtë sens. Të shikojmë me çfarë na japi, mos japi një ide tjetër këto. Lajm direkt e para leleku, një lajm, do me thënë për ju që keni zgjedhur variantin e parë, është duke ardhur ai lajmi që po prisej kaq gjatë do vi brenda 3 muajve nga momenti që shikoni videon. Edhe tjetra dolën zambakët. Kjo ka kuptimin e një personazh pak më të madh në moshë, kjo tani doli pak më ndryshe, prandaj po mendon. E një njeriu më të madh në moshë, tu ka pa diskutim një diferencë. Ose ai personi, ai djali është shumë i madh se ju në moshë, ose ju jeni shumë i madh në moshë, po këtu ka pasion, ka dëshirë, ka nevojë për afrimitet, le ta themi kështu, midis dy personazhe që kanë këtë ndryshimin e madh të moshës mbi të gjitha. Të shikoj për ata pastaj që janë të interesuar për dashurinë. Çfarë kemi për ata që po presin përgjigje ose do të dëshirojnë të dinin diçka për dashurinë. Ata që zgjodhen variantin e parë. Engagement, fejes ose fejes, e kam përkthyer në shqip. Engagement është përfshirje, do të thotë që në çfarë të lloj faze të jetës tuaj të jeni, të jetës tuaj dashurore të jeni, të kaloni në një fazë më të lartë, që do të thotë, nëse jeni single, të gjeni një person, një njeri që do të angazhohet seriozisht, nëse jeni të fejuar, do vendosni që të shkoni të jetoni bashkë dhe kështu me radhë. Kjo është dashuria, jeta juaj dashurore është duke kaluar në një nivel më të lartë, është duke u ngritur në një nivel më të lartë. Edhe një tjetër. Free yourself. Liroje veten tënde. Prandaj edhe këtu kemi dikë që ndoshta është po mbahet prej e të kaluarës së tij ose prej paragjykimeve të veta dhe nuk po e lë veten të jetoj këtë, sepse këtu ka dashuri, këtu ka kupa. Këtu ka një grua të përmbushur që në jetën e saj, por këtu është përsëri dikush që akoma ka mendjen bas, do me thënë dikush nga ju është akoma me mendjen që sikur t'i kisha dhënë dhe një mundësi, dhe kjo është shumë e qartë. Liroje veten, do me thënë lejoje ky cikli u mbyll, tani ec përpara, shiko për diçka të re. Të shikoj edhe shenjat që janë të përfshira. Nëse që ato këtu është. Shenjat që janë të përfshira, siç e thash, nëse shenjat nuk përputhen, shenjat zodiakale nuk përputhen, leximi vlen sidoqoftë. Shenjat që janë të përfshira, shtëpia 4 është Gaforia, Shigjetari, është Demi dhe Akrepi. Gaforia, Shigjetari, Demi dhe Akrepi, okay. Gjithsesi, në qoftë se nuk ju përputhen shenjat zodiakale, leximi ka sidoqoftë vlerë. Okej. Uroj që t'ju ketë pëlqyer. Kjo ishte për ti mbledh pak rrëmujën time. Kjo ishte për variantin e parë. Ne do shkojmë tani tek varianti i dytë. Varianti i dytë.
Për ata që zgjodhë variantin e dytë, të shikojmë se çfarë do të sjellë 3 muajt e ardhshëm, nga momenti që ju jeni duke parë videon, 3 muajt e ardhshëm çfarë do sjellin. Çfarë kemi? Këtu kemi diellin, këtu filluam me të mëdhaja, këtu kemi rrotën e fatit. Okej. Tu kemi janë letra shumë të bukura, po si gjithmonë unë në fillim mendohem t'i lidh pak me njëra tjetrën që të kenë kuptim. Para se gjithash duhet thënë këtu ka dalë 3 arkana të mëdhaja, që do të thotë këtu në 3 muajt e ardhshëm për ju që keni zgjedhur të variant do vi diçka të cilën ju nuk e keni në dorë vetë. Fati do t'i sjellë në mënyrë të tillë gjërat që ato thjesht do vinë dhe ju nuk do ankoheni, nuk do mërziteni, përkundrazi. Këtu kemi diellin. Dielli është shenja e luanit, duhet ta keni, nëse keni luanin ose ascendente luanit, diçka që ju lidh me luanin, të dini. Dielli ka kuptimin plotësim dëshirash, gjëra të cilat i kishit në nënvetdijen ose i kishit shpresuar për një kohë shumë të gjatë janë duke dalë në pah tani. Le ta themi kështu. Ndërkohë këtu kemi rrotën e fatit. Tashti rrota e fatit ka kuptimin karmik, nuk do të thotë çfarë ke bër, ajo do të vi pas. Do të thotë nëse ti ke dhënë lumturi apo ke bërë të mira, do t'i marrësh tani ato që ke bër, vlerësimin që ti ke kërkuar do të kthehet. Prandaj dhe kjo lumturia këtu si një fëmijë i gëzuar, po ta shikoni një fëmijë i lumtur, sepse ky fëmija që ose ju, sepse sigurisht ju me shpirtin tuaj fëminor, me këtë pasërtin tuaj, keni menduar që nuk jeni vlerësuar aq sa duhet në çdo situatë, qoftë në çështjen e punës, qoftë në çështjen e dashurisë, varet se ku jeni ju të interesuar, nuk jeni ndjerë të vlerësuar mjaftueshëm, por tani situata ndryshon. Këtu kemi rrotën e fatit që do të thotë atë që ti ke merituar, atë që ti ke kërkuar, ajo do të vi. Se kjo këtu po mendoj edhe kjo ka kuptimin edhe të një kthese të papritur, po ndonjëherë ka edhe kuptimin thjesht një fat i sjell gjërat, i përmbys dhe i sjell gjërat. Është thjesht një fat që vjen papritur për ju. Prandaj po mendoj ta them apo mos ta them faktin që mund të keni dhe fat në llotari, po më mirë nuk po e them këtë, se nuk dua që të mendoni që po ju them shkoni luani, se nuk është në natyrën time. Ky është letra e Hierofantit. Po ta shikoni mirë këtë letrën, kjo është letra e një martese. Shikoni, janë një djalë dhe një vajzë këtu në këmbët e këtij. Është institucion. Hierofanti është papa, është më i larti në fe. Do të thotë kjo letra ka kuptimin e një institucioni. Tashti për shumë prej jush mund të bëhet fjalë për një martesë, për një lidhje karmike, për një lidhje të cilën keni shpresuar kaq shumë dhe ju ka munduar kaq shumë dhe më në fund kjo rrota e fatit bën një kthes të papritur edhe ju merrni më në fund atë që kishit dëshiruar dhe këtu del kjo fejesa, del kjo ose bashkimi në kuror ose nuk di si ta them, një lidhje pa diskutim, një kontratë, se s'po e gjej atë fjalë, një lidhje që shkon në kontratë, se edhe martesa vetë kontrata është në thelb. Megjithatë, meqense nuk mund ta them dot për dashuri apo për punë apo për çfarë është, se nuk kam letra të kësaj natyre, mund t'ju them edhe që për shumë nga ju, të cilët keni shpresuar dhe keni dhënë shumë në punë, tu keni një sukses të papritur i cili rrotullon gjërat dhe juve do të merrni në konsiderat për një kontratë shumë më të lartë dhe shumë herë më të rëndësishme. Tani, unë do të them dhe këtë, se këtu kemi tetën e shkopimeve dhe teta e shkopimeve bastunave është një letër që
i sjell gjërat me shpejtësi, në një shpejtësi maramëndse që ju nuk I kishit llogaritur, gjërat thjesht të ndodhin dhe do ju marrë rryma në këtë sens dhe duhet të nxitoni. Kjo është një letër, shkëpinjt janë letër shenjë zjarri. Domethënë, edhe këtu kemi të bëjmë me shenjë zjarri. Ka shumë mundësi që këtu ose juve ose dikush që është pranë jush të jetë një nga shenjat e zjarrit, shigjetari, luani ose dashi. Dikush nga ju që është duke dëgjuar këtë. Dhe poshtë më ka dalë. Poshtë ka dalë perëndesha, edhe kjo është sinonimi I feminilitetit. Kjo letra ka dhe kuptimin e një gruaje shtatzan. Mund të bëhet fjalë për dikë nga ju që është duke pritur një shtatzani ose duke menduar për një shtatzani në këtë kuptim dhe që në mënyrë të papritur vjen për disa nga ju, jo për të gjitha, ose të dëgjoni diçka të tillë. Megjithatë, mund të bëhet fjalë edhe për atë që ju thash, për një ndërrim pune në mënyrë të menjëhershme, për një udhëtim që të largët që bëni për të marrë këtë lajmin. Dhe nuk po ju them që ky udhëtim, që kjo puna do jetë diku jashtë, ndoshta po në një udhëtim që ju të bëni, dikush që ju vendos ju në qendër të vëmendjes, ju vijeni re dhe ju do të merrni një kontratë ose diçka të rëndësishme e cila do t'ju ngrejë, do t'ju vlerësojë dhe këtu ja ku jeni perëndesha, figura femërore që bie në sy që të gjithë e kthejnë kokën kur kalon. Megjithatë do thoya që përveç të gjitha kësaj këtu ka përfitime materiale. Është dielli që është sukses dhe është kjo letra këtu që është po ashtu sukses dhe fitime. Për të marrë një nga këto. Qa kemi këtu për ata që zgjedhin variantin e dytë? Dielli më ka dalë disa herë. Okej, dielli ka kuptimin e një dashurie, e një fati të, ose si ta themi, sikur merr rrugën e drejtë, fati, qëllimi, dëshirat tuaja. Ky dielli ka edhe kuptimin e një thjesht të kalosh një puthje me një person që ishe duke pritur dhe që nuk mendoje që kishte të njëjtën interes me ty. Ky dielli ka kuptimin që jeni në rrugën e duhur me personin e duhur dhe keni bekime të universit në këtë kuptim. Po kjo letra këtu, kjo sikur nuk më që ki kujdes nga njerëzit që të rrethojnë, mbi të gjitha njerëz që nuk janë shumë të afërt me ju, nuk janë shumë të njohur, ose si ta them, njerëz që keni njohur kohët e fundit, që nuk I njihni mirë. Kjo është thjesht një letër që ju thot kujdes, nuk jo detyrimisht të thotë që është diçka shqetësuese, domethënë. Doja të shikoj ato për dashurinë ku I lash tani. E humba fillin. Çfarë kemi për dashurinë? 2 letra për dashurinë, për ata që zgjodhen variantin e dytë, kemi jepi marrëdhënies tënde një mundësi, work on your partnership, and getting to know. Edhe duke njohur njëri tjetrin. Edhe këtu kemi diçka, një lidhje të re, një gjë që jeni duke njohur njëri tjetrin, ose ju sapo keni takuar dikë dhe doni ta kaloni të njohjen në një nivel tjetër. Ose këtu ju e keni kuptuar që kjo ndoshta është një marrëdhënie që ka ekzistuar, po ka qenë, si ta themi, ka qenë shumë sipërfaqësore, falni. Shumë sipërfaqësore dhe tani e keni kuptuar që okay, po I jap një shans ti personit që ta njoh më tepër se ndoshta këtu ka diçka. Dhe vërtet, lëret I iki ishin tënd ose ku I ke mendimet dhe kësaj lidhjes që ti e mendoj si që kjo s'do dali kurrë diçka, jepi një mundësi kësaj dhe filloni të njihni njëri tjetrin. Ka shumë mundësi që në këto 3 muaj që do vinë, ju do njihni këtë personin, do të jepni më shumë mundësi të kuptoni që keni më shumë gjëra të ngjashme se nga çfarë mendoni. Të shikojmë tani shenjat zodiakale që janë të përfshira. Siç ju thash edhe grupit të parë, jo domosdoshmërisht, nëse ju nuk e gjeni veten tek shenjat zodiakale, leximi vlen sidoqoftë.
Shenjat zodiakale që janë të përfshira është Demi, është Peshqit, është Briciapi dhe Dashi. Dashi doli se unë thashë këtu shenjat e zjarrit janë pa diskutim të përfshira. Por që jo detyrimisht, qofse leximi nuk ju përshtatet, do të thotë që nuk ka qenë për ju, nuk ka nevojë ta dëgjoni deri në fund. Okej, ky ishte varianti i dytë. Uroj që t'ju ketë pëlqyer. Ju dua shumë. Faleminderit. Mos harroni të bëni subscribe.